Trener, si mundesh mi ndo emocionet së bashku me ne pas medaljes së argjend të Islam Selmanit? Po, emocionet akoma jem në ndikimin e tyne, për arsye se sot e kishëm edhe finale, nuk arritëm ta fitonëm dhe do në kohë dhe sot t'i dim dhe t'i vlerësojmë edhe emocionet edhe të kënaqësinë, po megjithatë është një emocion i jashtëzakonshëm dhe është një sukses i cili të bën të dalësh nga vetvetja, për arsye se ne jemi një shtet i vogël dhe kemi një karatet të zhvilluar deri një nivel, po ju me një sportist të ri 19 vjeçar ti mundesh dhe ti fitosh shtetet tjera me provu dhe sportistët e tyre në përfundim të karrierës. Dhe kjo e bën më madhështore dhe të kalosh nga vetvetja, nga emocionet e cili emocion të qetë dhe të bën shumë krenar për atë që arrin në fund. Çka e bën të veçantë këtë fitore për ty? Duke ditë që me devota nuk është se kemi fitore. Nuk është duke ditë që nuk i na fituar me dorë. Po, m'fal trener. Është medalja e parë në senior e argjend, ose tam shkurt është finalja e parë që arritën në Europian edhe ose në botëror të karates, se ne akoma nuk kemi finale të seniort në asnjë Europian dhe ne arritëm ta marrim ta kapim finalen në këtë botëror të seniorëve, në një konkurrencë ku 32 sportistët janë më të mirë të botës dhe dihet se ky kampionat ka qenë me kvalifikime dhe kjo të bën të jesh i veçantë për kundër edhe të tjetra se është historike për shtetin ton dhe sportin që një medalje e argjend që në sot e mora e kuptova që ka vitin 1978 Kosova dhe Shqipëria s'ka pas medalje të argjend të djemt.